Mirë, ne në këto momente do të rikthejmë vëmendjen e informacioneve tona nga ato informacione që na vinë nga vendi dhe konkretisht nga terreni dhe në shkollat, ku shkolla në fakt është laike dhe nuk duhet të promovoj fe të caktuara, as të mësoj doktrina fetare, por një gjë e tillë duket sikur se ka ndodhur vetëm pak ditë më parë në shkollën 9-vjeçare Gustav Mayer. Unë kam në një lidhje të drejtë për drejtë gazetaren Sonila Musajin, të cilën e falenderoj shumë dhe po ndjek rastin nga afër. Sonil, mirëmëngjes, nëse më dëgjon dhe çfarë dim deri më tani për këtë çështje, si është denoncuar mësuesi, çfarë predikonte ai në shkollën 9-vjeçare? Të përshëndes, Lili. Në fakt ne ndodhemi pikërisht në shkollën ku mësuesi anglishtes prej kohësh predikonte fen, konkretisht për Jehovajin, duke ju thënë nxënësve që nëse vdisni do të ringjalleni. Në fakt deklarata që nga vetë nxënësit në fakt është mësuar më pas edhe prindrit, të cilët e kanë ngritur shqetësimin në drejtori. Sigurisht pas verifikimit të rastit, mësuesi është pushuar nga puna, por kjo situatë sigurisht ka shqetësuar tej mase edhe prindrit. Kjo është shkolla në fakt ku mësuesi i anglishtes ka predikuar